Lidhur me rastin e fjalë, ju informojmë se bëhet fjalë për një vendim administrativ për rirregullimin e kufirit të një parcele, i cili është trajtuar në përputhje me procedurat dhe legjislacionin në fuqi nga organet kompetente të komunës së Vitisë. Theksojmë se përkundër faktit që pola përfituese, në këtë rast ka lidhje familjare me kryetarin e komunës, vendimarrja është bazuar në dokumentacionin zyrtar dhe në vlerësim profesional nga drejtoritë përkatëse, pa ndikime politike apo personale. Në anën tjetër, Albulena Haxhiu, zyrtare ligjore në komunën e Vitisë, e cila ishte autorizuar nga kryetari për ndërmarrjen e veprimeve juridike, tha se ka qenë e autorizuar vetëm për inicim të lëndës. Unë personalisht nuk kam çka më thonë, sinqerisht. Unë është bëj intervistë me drejtoreshën e katastrit. Aja aty komplet është kry lënda, kanë ata ekipën profesionale, unë s'u kam pasur edhe një vetëm. Po juve, ju keni qenë autorizuar prej kryetarit për me ndërmarrë veprimet juridike? Po, a mos më ndërmarr kur gjë. E kam thonë edhe në prokurori speciale, që nuk kam ndërmarrë kur gjë asnjë veprim se kam ndërmarrë, kështu që ata kanë me shqyrtullishmërinë edhe më na e dhanë domethënë a kemi gabu, as kemi gabu, dhe unë nuk jam e gatshëm me dhënë intervistë, kërkoj falje. Bazuar në dokumente, Haxhiu ishte autorizuar për ndërmarrjen e veprimeve nga kryetari Sokol Haliti. Por ajo thot se autorizimi është bërë nga nënkryetari. A i keni shurtu të paktën me kryetarin, ose a i keni bisedu me kryetarin paraprakisht këtë çështje para se me ju autorizu kryetari juve? Kryetari nuk më ka autorizu nënkryetari. Jo, sipas vendimit që e kena anaç, to është nënshkrimi i kryetarit edhe figuron emri i kryetarit. Figuron emri i kryetarit, mirë pa atë është për është zakonisht sekretari s'u kanë hiç këto, nënkryetari ka nënshkruaj. Unë po flas çka po shoh në dokumente, nuk e di çka keni bisedu jo mes vete. Na kemi dhënë intervistë edhe te prokuroria speciale, domethënë bazën ligjore, çka kena pas me thani kemi thënë komplet atje.